Një situatë e paprecedent është regjistruar pas ditën e sotme në ndeshjen e futbollit mes Burelit dhe Korabit. Ishte minuta e 70 e ndeshjes kur mes stafit të ekipit të Burelit dhe tifozëve shpërtheu një konflikt që shumë shpejt u tensionua. Në pamje mund të shihen anëtar të stafit të ekipit, të cilët debatojnë pranë portës me hekura me tifozët. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, por për të qetësuar situatën është nevojitur ndërhyrja e policisë. Sa i përket rezultatit, Bureli e fitoi ndeshjen me rezultatin e ngushtë 0-1, me anë të një goli të Erblin Kokës në minutën e 84. Të dy ekipet e mbyllën ndeshjen me nga 10 lojtar, që Taulant Marku la ekipin e Korabit në minutën e 89, ndërsa Redinel Gjikolaj u largua nga Bureli në kohën shtesë.